Mirë, filloj më gjerësisht pa humbur kohë, ndalemi në raportimet e para, të drejt për drejta për ditën e sotme në hapësirën tonë informative Sot Live në Shqipëri. Tirana mirëpret edicionin e 4 të samitit të diasporës, një ngjarje e rëndësishme që bën bashkë personalitete nga politika, ekonomia, shkenca, por edhe arti. Por cila është agenda e aktiviteteve që vijon deri më 15 prill, do t'i marrim të gjitha këto detaje me kolegen Raziela Myslyma. Përshëndetje Raziela. Përshëndes Nertil. Për sa i përket agendës, sa ditë do të zgjasë? Është një summit, një edicion i radhës që bën bashkë të gjithë përfaqësuesit nga diaspora, është summiti i 4 që do të zgjasë 3 ditë, në fakt zyrtarisht nis ditën e sotme, pas ditën e sotme në orën 18 me një ceremoni mirëseardhje për të gjithë përfaqësuesit e diasporës që do të mbahet në Teatrin e Operës dhe Baletit. Është ceremonia e mirëseardhjes që do të shoqërohet gjithashtu edhe me ndarjen e disa dekorimeve nga ana e presidentit të Republikës për personalitete të shquara dhe me kontribut në diasporën shqiptare, ndërsa zyrtarisht punimet do të nisin ditën e nesërme dhe do të zgjasin pra në datat 14 dhe 15 prill, që do të jenë panelet, tryezat e diskutimit me fokus tek përfshirja më e gjerë e diasporës në jetën në aktivitetet politike, në jetën shoqërore shqiptare, në jetën ekonomike, po ashtu me qëllimin kryesor për të thithur sa më shumë prurje për riadesimin e tyre, për përfshirjen në ekonomi, në institucionet shqiptare, për të përthithur njerëz me kontribute të shquara kudo që janë, dhe sigurisht që panelet do t'jenë të gjëra në këtë aspekt. Siç e thash, dita zyrtarisht do të nisë ditën e sotme, por sot në ceremoni do t'jetë dhe kryeministri dhe presidenti i Republikës? Sigurisht, do t'jetë ceremonia e mirëseardhjes, do t'jenë figurat kryesore të shtetit shqiptar për të uruar mirëseardhjen qindra përfaqësuesve të diasporës shqiptare që do t'jenë të pranishëm, ndërkohë ditën e nesërme do të nisë zyrtarisht me fjalën hapëse të ministrit për Evropën dhe punët e jashtme, Ferit Hoxha, ndërsa folsi kryesor i punimeve të këtij samiti ditën e nesërme do të jetë kryeministri Edi Rama. Në total ditën e nesërme Nertil do të ketë 9 panele diskutimesh me tematika të ndryshme, që nga demokracia, që nga vota e diasporës, ekonomia, inovacioni, biznesi, pra përfshirja e tyre në botën e biznesit, sistemi shëndetësor, këndi i librit, bujqësia, standardizimi i gjuhës shqipe në diasporë, dhe në fund dita e nesërme do të mbyllet me një mbrëmje gala, sigurisht për të shijuar edhe ata këtë takim dhe vizitën e tyre në Tiranë në kuadër të samitit të 4 të diasporës. Ndërsa sa i takon ditës së 2 të samitit, që do të jetë dita e 3 zyrtarisht, po dita e 2 e punimeve në fakt, që do të jetë data 15 prill, do të nisë me një mëngjes vllazërimi, kështu është zgjedhur të quhet, do të jenë komunitetet fetare në një mëngjes të përbashkët në ditën e 2 të punimeve të samitit, dhe edhe kjo ditë Nertil do të ketë në total 9 panele diskutimi me fokus tek integrimi evropian dhe roli diasporës në këtë proces të rëndësishëm ku është futur Shqipëria. Do të ketë një panel të dedikuar për botën arbëreshe, për migracionin dhe riadesimin, pra për të parë të gjitha mënyrat se si diaspora shqiptare të rikthehet dhe të kontribuojë herë me rikthimin e tyre, po sigurisht edhe nga vendet ku jetojnë dhe punojnë prej vitesh. Do të ketë një tjetër panel për identitetin kombëtar dhe qendrat kulturore, agroturizmi, ushqimi, sporti, pra panelet do të jenë nga më të larmishmet, ndërkohë që do të nënshkruhet po ashtu në datën 15, pra në ditën e 2 të punimeve të këtij samiti, një marrëveshje mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë Kombëtare të Rinis. Të shumta janë sigurisht figurat dhe përfaqësia. Tek figurat për shembull në samitin që u mbajt, në samitin e 3 për diasporë, mos gaboj, ka qenë pranishëm edhe ish kryeministri Malizi, Dritan Abazović, por cilët do të jenë liderët e tjerë, dhe a do të jetë edhe këtë herë Abazović dhe përfaqësuesit nga Kosova? Do të ketë sigurisht përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare. Kosova do të përfaqësohet me zëvendës kryeministrin e parë, që është një herë as dhe ministri i punëve të jashtme Glau Konjufca, ndërsa
Maqedonia e Veriut do të përfaqësohet me Ali Ahmetin, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, do të jetë sërish, por këtë herë si ish kryeministër, Dritan Abazović, ish kryeministri i Malit të Zi, do të jetë në panelet e këtij samiti, po ashtu edhe Arber Gashi, që është deputet në parlamentin suedez. Lazim Destani, është kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës, do të ketë ministra nga Kosova, siç është Elbert Krasniqi, ministri për pushtetin lokal në Kosovë, apo edhe Saranda Bugojevci, ministre e Kulturës dhe Turizmit, pra varësisht paneleve që do të zhvillohen me tematika të caktuara, sigurisht që dhe përfaqësia është menduar që të jetë sa më e larmishme për të përfaqësuar gjitha trevat shqiptare dhe por për të dhënë zë edhe shqiptarëve me kontribute, me personalitetet shquara në diasporë, në vendet ku ata kanë kontribuar dhe për të parë mundësinë se si mund të zgjerojnë bashkëpunimin dhe të kontribuojnë edhe në Shqipëri. Ndërkohë, Razila, si ka reaguar opozita ndaj faktit që nuk është e pranishme në këtë samit? Ka patur kritika në fakt nga deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, e cila ka akuzuar mazhorancën socialiste se po përpiqet të bëj propagandë edhe me samitin e diasporës, me emigrantët shqiptar, kur kjo sipas zonjës Zhupa do duhet të ishte një tematik gjithëpërfshirëse që përfshin të gjitha palët, pa ndasi politike. Sipas saj është përjashtuar jo vetëm opozita, por edhe Kuvendi i Shqipërisë, duke mos i lënë asnjë rol në panelet, 18 panele që do të jenë në total gjatë 2 ditëve. Ajo si kryetare e Komisionit të Diasporës në Parlamentin e Shqipërisë thotë se nuk është ftuar, por as edhe një deputet tjetër antar i këtij komisioni, duke zhvlerësuar kështu rolin e Kuvendit në diskutime të rëndësishme siç janë ato për diasporën dhe për bashkëpunimin më të ngushtë që do duhet të ketë Shqipëria në nivel shoqëror dhe institucional me diasporën shqiptare. Dhe për këtë akuzon mazhorancën se po bën propagandë dhe po përpiqet të përvetësoj edhe atë segment të rëndësishëm të Shqipërisë, siç është diaspora shqiptare. Megjithatë duhet thënë Nertil se nuk është hera e parë që opozita ka qenë e përjashtuar, edhe në samitin e mbajtur 2 vite më parë, edicioni i 3 i samitit të diasporës, nuk ka patur asnjë përfaqësues të opozitës në panelet e diskutimit. Por për herë të parë, samiti për diasporën është mbajtur në vitin 2016. Shqipëria ka pasur dhe një ministri për diasporën. Çfarë është bërë në 3 samitet e mparshme se ministrinë për diasporën e morën vesh që nuk ekziston më? Ka patur një përpjekje nga ana e kryeministrit Rama të vazhdueshme për të thelluar bashkëpunimin me diasporën, me migrantët shqiptar, po kryesisht me fokusin kryesor për t'i rikthyer ata në vendin e tyre, dhe ka patur fushata, të themi kështu, të vazhdueshme, thirrje publike për t'u rikthyer në vendin e tyre, për të hapur biznese, për të kontribuar, apo edhe punonjës të thjesht në fushën e ndërtimit, turizmit, pra të rikthehen dhe të kontribuojnë në vendin e tyre. Një përpjekje e tillë disa vite më parë u duke edhe me krijimin e një ministrie të posaçme për diasporën, siç ishte ministria e cila u drejtua nga Pandeli Majko, ish kryeministër, por është parë edhe me përpjekje dhe me organizimin e 3 samiteve të tjera të diasporës që janë mbajtur në të kaluarën. I pari, siç e the edhe ti, është mbajtur në 2016, përkatësisht në datat 18 dhe 20 nëntor. Ka qenë samiti i parë që është konceptuar ndryshe si kuvendi i parë gjithë shqiptar, ka bërë bashk afro 800 personalitete të shquara dhe kontribues të përfaqësues të diasporës, ndërkohë që në samitin e parë, ajo që ka bën përshtypje është që ka qenë i pranishëm edhe kryetari i opozitës aso kohë, Lulzim Basha. Samiti i dytë Nertil i diasporës është mbajtur në 2019, pra rreth 3 vite më pas, në datat 28 shkurt dhe 2 mars, pra në këtë interval kohor. Aso kohë ka qenë Bashkia e Tiranës që ka luajtur një rol të rëndësishëm në organizimin e këtij samiti me aktivitetet të ndryshme që janë mbajtur në kuadër të këtij organizimi. Pasi Shqipëria tashmë kishte pasur një eksperiencë 3 vite më parë me organizimin e samitit të parë që u mbaj, dhe i dyti sigurisht që do të kishte edhe më shumë lehtësi në organizim, apo të ishte edhe më i gjerë në aktivitetet kulturore që do të ofroheshin. Samiti i 3 i diasporës është mbajtur
3 vite më parë, pra në 2023, konkretisht në datat 22 dhe 23 nëntor, po në Pallatin e Kongreseve. Edhe ky summit i kaluar ka patur një përfshirje të gjerë, ka patur personalitete të shquara nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, Malizi, Presheva, nga të gjitha vendet ku jetojnë dhe punojnë shqiptar, personalitete të shquara me kontribut dhe sigurisht me një background shpesher edhe kulturor, pasi ka patur, si që do të ketë në këtë summit edhe në summitin e kaluar, panele të fokusuara tek kultura, tek libri, tek rimtaria, apo edhe inovacioni. Njëjtë do tjetë edhe ky summit i 4-ti, edicioni 4-ti i summitit diasporës, ku prezentohen ide dhe politika shtetërore për të nxitur gjithë përfshirjen e shqiptarëve në jetën shoqërore, institucionale, por tashmë edhe në procesin e rëndësishëm dhe rrugën që ka tashmë Shqipëria përpara në procesin e integrimit evropian. Faleminderit Raziela për gjitha këto informacione që na përcolle për sa i përket summit